gjykatësime të rozët i Mesheti që ndërkohë që ju lexoni, a mund të pyesni dëshmitarin që se bëhet fjalë për të njëjtin takim, Mesheti që këtu po arrija dhe unë gjykatësi me tërë faleminderit dëshmitari në rregull e kuptova, Mesheti së pare, ju kujtohet që keni vizituar Milošević, keni takuar Miloševićin në Beograd gjatë bisedimeve në Rambuje. Përgjigje po, më kujtohet që kam shkuar 2 herë, e kam vështirë të kujtoj se kam qenë shoqëruar nga britanikët dhe francezët dhe më kujtohet që jam shoqëruar nga britanikët dhe francezët, por jo nga negociatori i BE-s. Jam i habitur që thotë tu që Wolfgang Petterich po vraponte drejt aeroplanit në pistën e ngritjes dhe se kështu duket në çdo negociata ka probleme, por nuk mendoj se kjo ka qenë mungesë, që këtu ka patur mungesë organizimi. Pyetje në rregull. Pyetja ime është e gjykatësi me trojua bëri, nëse Miloševići ose nëse ju e dini se kush ishte thaçi në këtë takim me Miloševićin. Ku në takim ku Milošević quajti thaçin dikush një person që torturon dhe vret njerëz, përgjigje po. Pyetje, a mund të ketë ndodhur që kjo bisedë të jetë bërë në shkurt? Përgjigje absolutisht e mundshme që të jetë bërë aty. Mendova që kishte ndodhur më herët, por mund të jetë edhe në këtë datë. Nuk e di nëse Miloševići thjesht shqetësohej sepse ne po anonim më shumë drejt UÇK-s dhe jo LDK-s. Dhe a ishte i shqetësuar për këtë në fakt, kishte bërë komentet e ngjashme pas takimit në juni, ku Holbrooke ishte parë në atë fotografinë që pastaj u shfaq në mediat në për gjithë botën, i ulur afër atij personi që dukej si Che Guevara, dhe ku pastaj që kjo gjë dëmtonte tërësisht Rugovën. Pyetje e kuptoj, përgjigje dhe ishte ky ishte shqetësimi i tij vazhdueshëm në një farë mënyrë, por ne dinim që për të organizuar Rambujen duhet që të grumbullonim të gjithë ishin së bashku. Për pyetje faleminderit, tani do të kaloj tek pyetjet që u bëri gjykatësi Gaynor, mund të kalojmë tek kablogramit që u tregoi ai. I pari është barometri ADP 1067. Siç e shihni, kjo është datës 3 nëntor dhe dua t'ju bëj disa pyetje lidhur me të. Përgjigje në rregull, duhet t'ju kalojmë tek faqja e parë, fillimisht pak më poshtë, numër 2. Aty lexon kë pjesën e vijim është një version i redaktuar. Jo, në fakt është një vlerësim i redaktuar lehtë i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, i përgatitur në bazë të kërkesës e KOM nga komandanti US KDOM, udhëheqësit të ekipit, që është një vëzhgues politiko-ushtarak me përvojë. Në interes të kohës, ky raport nuk është miratuar nga seksioni departamenti, nga përfaqësuesit e departamentit të ambasadës apo agjensisë që ndjek çështjet e Kosovës. Përgjigje jo nga unë e kam miratuar. Pyetje, fjalia e dytë. Kjo fjalia e dytë ka ndonjë ndikim në mënyrën se si raporti është interpretuar? Përgjigje, mendoj se ambasada në Beograd përpiqet të jap sinjal këtu se të thojë se kjo vjen nga një burim pa verifikim, burimi i pa verifikuar. Verifikimet janë elemente madhor në qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Kjo është arsye sepse çdo kablogram duket si peticion, sepse ka gjithmonë 15 zyra që duhet të shikojnë një gjë apo një tjetër. Kjo edhe këtu ka pasur disa prej tyre. Pyeti tani gjykatësi Gaynor ju pyeti dhe duke ju thënë se kjo ka ndodhur 3 ditë përpara takimit tuaj të 6 nëntorit me zotin Thaqe. Ju kujtohet kjo? Përgjigje me kujtohet. Pyetje, asgjë në këtë kablogram nuk sugjeron, nuk le të mendoj se Sean Burns ka patur ndonjë informacion se zoti Thaqe ishte përfshirë në shkelje të drejtave të njeriut në kohën kur është bërë ky kablogram. Është kështu? Përgjigje kështu. Pyetje, me sa ju kuptova unë në dëshminë tuaj më herët,
ai nuk ju ka, po ashtu nuk ju ka informuar juve përpara takimit të datës 6 nëntor, lidhur me ndonjë shkelje të drejtave të njeriut që në të cilat ishte përfshirë zoti Thaçi. Përgjigje jo, me sa më kujtohet jo, mund të më ketë kërkuar që të ndihmoj të theksojmë se ne nuk duam të ndaluar, persona të ndaluar. Pyetje në rregull, këtë e thatë më herët, nuk ju kujtohet një diskutim e kësaj gjëje gjatë takimit. Përgjigje nuk më kujtohet, pyetje në rregull, tani kalojmë tek faqja tjetër e kablogramit që u treguan nga gjykatësi Gaynor, që është për materiale P1069, ju lutem. Kjo është kablogrami 18 dhjetorit, që gjykatësi Gaynor ju tregoi në lidhje me disa pohime të bëra nga zoti Burns lidhur me zotin Thaçi. Ju kërkua datën e kablogramit dhe u tha juve se data e kablogramit është 18 dhjetor, që është data e aty. Këto komente lidhur me sa përket personave ushtarak që trajtonin me respekt, i drejtoheshin me respekt zotit Thaçi, a pajtoheni që këto janë bërë nga zoti Burns në takimin me zotin Thaçi të pranishëm? Përgjigje po. Pyetje në rregull, përgjigje ishte e paqartë për mua se nga vinte kjo, me thënë të drejtën. Pyetje, besoj që ju dini që zoti Burns ka dëshmuar në këtë proces, e përgjigje besoj që e di, dikush më ka thënë që kjo ka ndodhur para shumë kohësh, por nuk e di. Pyetje, arsyeja që po ju pyes dhe është relevante për ju konkretisht, ai ka dëshmuar se është takuar me zotin Thaçi më pak se 5 herë për një periudhë 2 javore nga fundi i tetorit në fillim të nëntorit. Po ju jap kontekstin sepse në këto takime mund të keni qenë pranishëm në njëri prej tyre me 6 nëntor. Përgjigje po. Pyetje, kuptoni? Përgjigje po. Pyetje, pra ky kablogram, lidhur me këtë kablogram, pyetja ime e parë është nëse dini nëse zoti Thaçi ka qenë në Kosovë nga mesi i nëntorit apo deri kur është kthyer nga Rambuje. Përgjigje nuk më kujtohet që kam menduar nëse ai ka qenë apo nuk ka qenë, thjesht nuk më kujtohet kjo gjë. Pyetje, duke patur parasysh se është shkruar me 17 dhjetor, po, pyetje dëshmia e zotit Burns është se ai ka qenë vetëm një periudhë 2 javore që ka parë këtë gjë, pra vetëm këtë periudhë. Unë po ju pyes tani me se keni qenë pranishëm në njërin prej takimeve, keni konstatuar të njëjtat gjëra lidhur me personat ushtarak që trajtojnë Thaçi me respekt, përpara që dëshmitari të përgjigjet, a mund të tesoj dëshmitari nëse bëhet fjalë për gjithë takimet që janë bërë gjykatësi të tjerë. Më shëtit që është bërë fjalë për periudhën e aktakuzës, gjykatësi gjithë periudha e aktakuzës më shëtit që po besoj që ka qenë vera, apo ai është takuar në Rambuje dhe po flasim për periudhën përpara Rambujes, para Rambujes dhe gjithë takimet që janë bërë, pa që lidhur me këtë duhet të paraqiten provat dhe mendoj që avokati duhet të ketë një huri për gjithçka që është thënë apo bërë dhe ta vejë këtë gjëra në listën e dokumenteve që përdoren në këtë gjykim, do të jetë gjithçka konkrete. Gjykas mikrofonin fikër, pa që ne nuk po themi ndonjë gjë nga zoti Burns, kjo është avokati po i kujtohet gabim ose po paraqet në mënyrë të gabuar dëshminë e zotit Burns. Pra na duhet bazë për këtë pyetje që po bëjmë. Më shëtit që është në paragrafin 71 të intervistës e zotit Burns, dhe i paqen nëse është ashtu, është në listën e provave dokumenteve tuaja. Më shëtit që nuk ka nevojë që të jetë aty, gjykatësi vazhdoni, keni mundësi që t'i bëni një pyetje ju vetë zoti Paqe. Më shëtit pyetja për juve është në vërshëshkim në konstatimet apo komentet që janë aty, të paktën në pjesë, bazohen ato dhe të paktën njërin prej takimeve ku ju keni qenë pranishëm. Dhe kjo është arsye që po ju pyes, pra mund të shpjegoni me fjalët e tuaja cila ishte dinamika që ju keni parë apo s'keni parë në midis Thaçit dhe personit që u identifikuan nga zoti Paqe në marrjen në pyetje si komandant Çeliku. Cila ishte dinamika mes këtyre dyve? Përgjigje, ky është personi që mbante armën për pyetje po saktë. Çfarë keni parë ju? Pyetje, përgjigje, bashkëbiseduesi kryesor në takim ishte zoti Thaçi, të tjerët nuk folen, me sa më kujtohet, nuk më kujtohet ndonjë ndërveprim midis zotit Thaçi dhe të tjerëve që do sugjeronte ndonjë rol hierarkik për Thaçin apo të tjerët.
tha që ull aty, ai kishte disa fletore me vete, ull, këmbë mbi këmbë, dhe më kujtohet shumë mirë kur filluan të bisedojnë, nuk më kujtohet ndonjë urdhër, nuk më kujtohet që dikush ka thënë diçka dikujt se çfarë të bënte, pyetje në rregull dhe në fund sa i takon pyetjes së Zotit gjykatësit Bart, si e shpjegoni që Zoti tha që mund të ketë arritur disa pozita të caktuara, përfshirë pozitën si kryeministër në qeverinë e përkohshme. Pyetja ime për juve është ndër veprimet e Zotit tha që me Shtetet e Bashkuara në Rambuje bazuar në këtë, a e dini nëse kjo gjë ka patur ndikim në profilin e tij? Përgjigje, besoj që kjo ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë Zotin Thaçi, por për sa i takon asaj që ka ndodhur më vonë, dikush tjetër mund të përgjigjet për këtë, por me atë sa kam parë unë, kjo ka ndihmuar jashtë masë atë dhe ai u bë personi që duhet që ishte më i afërt me neve. Pyetja ambasadori Helli premtoi që kjo ishte hera fundit që të dëgjoni nga unë këtë sallë. Gjyqi ju falenderoj përsëri për praninë tuaj dhe kohën tuaj. Me këtë përfundoj pyetjet tuaja. Faleminderit. Gjykatësi, ndonjë pyetje tjetër, zoti Dixon, faleminderit. Kemi vetëm një çështje të vogël që dua të trajtoj që doli nga pyetjet e bëra. Gjykatësi, ju nuk keni marrë pjesë në këtë gjykatësi. Zoti Dixon, me lejo të bëj pyetje që dalin nga pyetjet e gjykatësve dhe nuk është marrje në pyetje, është thjesht pyetje që kanë dalë nga këtë pyetje. Gjykatësi, mikrofoni Fikor Dixon, vetëm një çështje të vogël dhe do të përfundojmë shpejt. Faleminderit të nderuar gjykatës. Zoti ambasador Hill, deshet ju bëj një pyetje lidhur me pyetjen që u bë juve nga gjykatësi Metro më herët, ku ju pyeti për periudhën pas bisedimit të Rambujes, por përpara nënshkrimit të datës 18 mars, pra kjo periudhë e qetë, ku nuk pati zhvillime. Dhe do t'ju lexoj pyetjen që në mënyrë që të keni kontekstin e plot. Gjykatësi se Metro ju tha, a e dini ku shkuan zoti Thaçi, zoti Krasniqi, zoti Vesili nga Franca në atë kohë pas raundit të parë të bisedimeve. Dhe përgjigjja juaj ishte nuk e di, më kujtohet që ata u thuan në një aeroplan francez, mendoj se kanë shkuar në Shkup, por mendoj që në fakt kanë shkuar në Prishtinë. Thjesht mora vesh këtu në Hag, dje apo pardje, por kanë shkuar në vende të ndryshme. Tani pyetja ime është, duke patur parasysh atë që tha dje zotit Paçe, që profesion ZPS-n lidhur me Kadri Veselin, ju tha që nuk ju kujtohet se në çfarë konteksti ju kishit dëgjuar emrin e tij apo me çfarë merrej ai, pra duke patur parasysh këtë që thatë në dëshminë tuaj, a është saktë se për sa i takon periudhës së qetë për të cilët ju pyetën nga gjykatësi, juve nuk ju kujtohet asgjë lidhur me zotin Veselin, me fakt që ku ishte ai, ku ka udhëtuar dhe aq më pak se me kë ka qenë. Përgjigje nuk më kujtohet cila ka qenë rrugtimi i tij apo programi i punës së tij, agjenda e tij. Mund të them si koment të përgjithshëm se gjitha kjo ka qenë pjesë kur ka njerëz pra u shpërndan nga aeroplani në Prishtinë, që dolën nga aeroplani, të gjithë kishin bënin konsultime dhe më vonë mësova se zoti Thaçi kishte shkuar në Shqipëri, edhe pse përpoqem të verifikoni me ambasadën tonë në Shqipëri, ne nuk gjentem një informacion, pra është drejt të themi që ne prisnim që të gjithë ata të shkonin dhe të bashkëndanin këtë opinion, dhe kjo ka ndodhur, dhe në momentin kur rimblodhem, ndjenja ishte pozitive për Rambujen, siç ishte ditën përpara, më pozitive për ditën përpara që ndodhi. Lidhur me emrin e Kadri Veselit, a është vërtet që juve nuk ju kujtohet fare se ku ka qenë, ku ka shkuar? Përgjigje po, sakt. Gjitha do të theksoj diçka. Ka një kanë kaluar 26-27 vite, keni parasysh. Edhe unë jam asakoj përpjekur të merja një po nga të gjitha palët për çështjen e autonomisë. Kjo ka qenë detyra ime. Dixon, faleminderit, ka pyetje kisha, zoti Elis? Elis, jo, nuk kemi pyetje. Faleminderit, zoti ambasador. Prokuroria? Jo, nuk kemi pyetje. Ambasadori Hill?
Mbaroj dëshmia juaj. Faleminderit që erdhët, faleminderit që ndat informata që kishit, faleminderit që respektuat rregullat e sallës së gjyqit dhe ju urojmë gjithë të mirat në të ardhmen. Ambasadori, faleminderit. Ishte një përvojë e veçantë, më duhet të them. Gjykatësi po shpresoj mos të qenë përvojë e keqe. Përgjigje, kam pas përvoja më të këqija. Gjykatësi